Tjetri problem, tjetri defekt, i madh është për shembull, ne e dim që Zoti ka thonë, më i miri prej juaj është ai që është më i devotshëm. Mu më dhem, pse gjeneratat e reja nuk kanë dëshirë me qenë devotshëm, por më njëherë dëshirojnë të spjegojnë diçka. Nëse më i miri për juaj është i devotshëm, atëherë le të bëjmë devotshëm. Nëse bëjmë të devotshëm, ata që janë atje do të vinë pas. Nuk kemi nevojë na me sqaru shumë gjëra. Masën e orientuar në xhami të orientojnë më mirë, që pastaj masa që është jashtë xhamie shumë lehtë do të orientohet. Ne e kuptojmë pyetjen se kemi shumë sulme jo reale. Që thash, kemi shumë sulme jo reale. Muslimanët nuk janë terroristë. Muslimanët nuk kanë bërë lufta ka 200-300 vite. Muslimanët nuk e kanë sulmuar skend. Muslimanët nuk sulmojnë. Muslimanët janë shpirtë vetë. Neve në kanë sulmuar serb. Vërtënjak i kanë sulmuar Serbia. Muslimanët në Afrikë, në Azi, në shtëpia të tjera janë. Ata në asnjë terminologji dhe koncept apo nocion nuk mund të quhen terrorist. Ka shku dikush te muslimanët po i vran e po thotë ti je terrorist, nuk është e mundën. Nuk është e mundën.